I dyshuari kryesor për grabitjen dhe vrasjen e dy fish të Vanja Gjorqevskas dhe Panqe Zhezhoskit Lupqo Palevski po bën përpjekjen e fundit për të dëshmuar sipas tij pafajësinë. Sot në gjykat vazhdoi prezantimi i provave shtesë të propozuara nga të akuzuarit e rastit. Avokati i babait të Vanjës Vladimir Tufekqić paraqiti provë se babai i Vanjës Aleksandar Gjorqevski ka komunikuar me një kushërir të punësuar në spitalin teqtatori, me çka tenton të dëshmojë në gjykat se mëngjesin e 27 nëntorit 2023, kur ishte kidnapuar dhe vrar Vanja, ai ka komunikuar me mjekun. I akuzuari i parë Palevski paraqiti dy prova, me të cilat tenton të vërtetojë se më 22 nëntor para 2 vitesh nuk ka qenë në Veles, por në Shkup. Kurse sipas prokurorisë mbrëmjen para kidnapimit të Panqes, Palevski ka qenë në shtëpinë e Veli Bormanev, por Pallço thotë se ai ka qenë duke lëvizur me veturë nëpër Shkup, me çka tregon edhe faturën e parkingut ku ishte parkuar në komunën Qendër. Ai po ashtu kishte propozuar që në gjykat të sillet shiriti me të cilin ishte mbyllur goja e Vanjas gjatë grabitjes, por kjo u refuzua nga gjykata. Avokati i Borovidevskit Bojan Manev propozoi të paraqiten video incizimet nga pompat e benzinës në Veles. Avokatët e Veli Bormanev dhe Vlatko Geshishev thanë se nuk do të paraqesin prova shtesë. Vanja Gjorqevska, e cila ishte raportuar e zhdukur më 27 nëntor, u gjet e vdekur në afërsi të Shkupit më 30 orë, kur në afërsi të Velesit u gjet i vdekur edhe Panqe, me origjinë nga Velesi, i cili nga ana tjetër u raportua i zhdukur më 24 nëntor.